vjen keq. Unë e kam thonë, gjithmonë e kam thonë dhe sy Bashës, e kam thonë dhe media, e kam thonë dhe Berisha të gjithë. Basha nuk ka qenë kur kryetar partie. Dhe kam thonë, edhe media me ngjarjen 9 shtatori që noti, Basha me 9 shtator kujtu për t'ia marrë partinë Berishës. I herë që botrim, e ne hongri. Ka qenë thjesht administrator. E një shaje, ke parasysh si janë administratorë që rrujnë e gjohë vjerën i qikë dhe është e knajnë dhe pronari sepse del me fitim shaje në fund. Po, e di që pronari që ja vjedh fakt. Po, hëtë mija kam qenë administrator si dhe menaxherët të mëdhej, ke parasysh. Edhe kështu që ka qenë. Me gjeni një vendimarrje ti me kokën e Bashës. Me gjeni. A nuk i parapriu djegës mandateve Berisha? Po. Apo se jemi fasadi, jemi kështu të gjërat. A ju kujtohet që dërgomtarët takonin Bashën, shkonin takonin e Berishën? Po. Basha nuk dilte konferencë për shtypi, pas e kishte marrë takimin me Berishën, dërgomtarët pas e dilte konferencë shtypi. Po. Dhe tjetra, sa dush ti, jo lista. Tani çfarë thot mua Berisha që thot mua e ka shit Lulzim Basha 17 majin. Më fal për shprehjen, nuk ka koll që s'po të sllafë. A nuk i ta marroj në kongres aty. Po më ngjoje miku im. Basha dhe natën në shtëpi që herë do dilen tualet për të urinuar, po ditë për e dytë thoshte mos e merr vesh doktori. Ka që të kuptosh. Pse? Ja më ta them pse. Kjo titull. Kjo po pse? Ja më ta them pse. Ja më ta them 17 maj Basha kishte një roje besnik me vete që çfarë fliste Basha që ishte Omer Bylik Bashi. Me 17 maj të 2017-s. Harrojet e punë, e bolliqe të tjera apo po. Po bolliqe po. Jo, ma kjo është e qartë. Po që. Pra, Omer Bylik Bashi nuk shton i presje, nuk shton i pikë, nuk shton i fjalë me Sali Berishës. Çfarë do Sali Berisha e përkthen e materializon Omer Bylik Bashi. Shikoj ti, Omer Bylik Bashi ka nga 2008 deri sot negociator vetëm me PS-n, është vetëm Omer Bylik Bashi. Nuk shkon njëri tjetër. Marrveshjet, kodi si duhet që gjëra. Tani Basha ka qenë vetë Basha. Edhe listën e ka bë një pjesë, ka futur edhe nga një. E pastaj po ka futur sepse do të di që kamuflim. Dhe arsyeja që mua më thon, nuk e di sa vërtet është. Nuk e di sa vërtet është, por që nuk mund të marr përsipër dhe nuk du ta abuzoj që të jemi të qartë, që më thonë që edhe ambasada amerikane dhe gjithë ndërkombëtarët 2 javë përpara zgjedhjeve, kam pas informacionin që Berisha bashkë me bashkëpunëtorët e tij ka filluar të bëj qeverinë e re, sepse ishte mirë për do apo heca shumë për para për të fituar zgjedhjet 2021 dhe aty kanë thonë midis mandatit të tretë të Edi Ramës dhe mandatit të tretë Sali Berishës që përfaqëson Lulzim Basha zgjedhën me Edi Ramën. Edhe dhe dash për të ndodhur që mas një ore u deklaruan zgjedhjet. Pse mas një ore thanë i ka fituar PSOE zgjedhjet, çfarë kujtohet.